Përshëndetje Rushdi, përshëndetje Sharr Travel, përshëndetje shqiptarët Kosovës. Unë s'pari du t'ju falenderoj që unë ju ndjek shumë tek faqet e juja dhe ju shoh që thirrja juaj gjithmonë pushosh shqip. Kështu që ne vlerësojmë këtë gjë shumë dhe ju mirëpresim Divjaka Resort me ofertat më të mira dhe ekskluzive për Sharr Travel. Realisht po fillojmë një sezon tjetër, po fillojmë diçka ndryshe për shqiptarët e Kosovës dhe jo vetëm për shqiptarët e Kosovës, por edhe për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dhe shqiptarët e Preshevës dhe Bujanovicit, por mbi gjitha për diasporën tonë të dashur, e cila me një mënyrë apo tjetër është infuzion ekonomik e shpirtëror i gjithë shqiptarisë. Andaj sot jemi bashkë me ty këtu për të prezantuar Divjakën si park nacional i vetmi në Shqipëri, ku përveç fazonit, përveç flamingove, përveç kangurit, visit, shka tjetër shka ka ky resort, ka dhe detin e mrekullueshëm, ka dhe pishinën dhe gjendemi pikërisht në Divjaka Resort për të pru Divjakën më afër shqiptarëve të Kosovës. Unë jam jashtëzakonisht i kënaqur për bashkëpunimin që kemi këtu një dekadë këtuja dhe ne këtë vit tashmë qytetarët e Kosovës, shqiptarët e Kosovës dhe presim dhe diaspora ta vizitoj me numër më të madh të tyre Divjakën. Pra, me këtë ambient të mrekullueshëm të pishinës, në këtë park të mirë, përballë me kangurin, me fazonin dhe përballë detit këtu në Divjakë, realisht është një vend i mrekullueshëm. Divjaka, përveç se parkut, Divjaka ka edhe një lagun këtu afër, një vend ku ne marrim peshkun për turistët. Kemi peshkun tradicional, ngjalen, kocën, levrekun, gjuzen, barbunin sipas sezoneve. Për gjithë klientët tanë do t'i provojnë këto dhe besoj që do jenë shumë kënaqur. Këto pushime në Divjaka Resort, këto pushime me ofertat e Sharr Travel janë më ndryshe, përveç se në oferta ekonomike dhe ekskluzive, janë oferta të cilat realisht janë oferta shumë mira për shkak të ambientit që ka ky resort turistik.